Zoti Mendi Qyra, pa një parti pas shpine, pa makineri dhe pa struktur të organizuar, çfarë ju bën realisht të besoni se mund ta fitoni Strugën? Unë gjithmonë mendoj ndryshe. Mendoj ndryshe, veproj ndryshe dhe besoj ndryshe dhe fitore dhe të ndryshe. Por vazhdoj të jemi pavarur, por unë kam edhe për krahin e shumë partive politike, pikërisht këtu jam koncentruar, duke ditur që partitë politike janë të fragmentalizuara shumë dhe në Strugë faktikisht asnjë parti nuk ka kandidat. Flas për partitë shqiptare. Sepse BDI-ja s'ka kandidat, kurse Aleanca e Taravarit nuk ka kandidat, Aleanca e Zjadinit po ashtu nuk ka kandidat, se ai kandidat është vetëm i Zjadinit, sepse në kuvend ishte nuk u zgjodh, do thonë ishte kandidat tjetër, dhe marr parasysh të gjithë këto kushte, mendoj që është momenti i duhur dhe shpresoj që fitoria do të bindshme në 19 tetor. Cili është rreziku më i madh që keni marrë në biznes dhe cili është ai që do të merrni në politik? Rreziqet për mua gjithmonë kanë qenë sfida dhe çdo ndryshim në biznes nga një veprimtari në tjetrën, kur merr hap të ri, është sfidë. Edhe pjesa e menaxhimit të komunës po e tillë është, dhe mendoj dhe të jetë sfidë çdo ndryshim, çdo realizim të një projekti dhe kalimit të projektit tjetër dhe të jetë një ndryshim, dhe të jetë një përvojë përcjellur nga biznesi po ashtu në komunën e Strugës. Bota e biznesit sigurisht ka guxim, do të kesh, mandej disiplinë, sistemim, rregulla dhe punë për çdo ditë i kapshëm, i qasshëm në atë që bën. Të njëjtën duhet ta përcjellë edhe te komuna e Strugës, ku gjithmonë duhet të jem i disiplinuar dhe duhet të respektuar gjithçka që është shkruar, në qoftë aspektin e ligjeve, qoftë aspektin e marrjeve të vendimeve të cilat do të realizohen. Kur edhe miqtë e deridjeshëm, përpos oponentëve, kthehen në sulmues, si e lexoni këtë lojë politike? E dhimbshme për arsye se personat të cilët më akuzojnë kanë qenë miqtë e mi, i kam ndihmuar të vinë në atë post, në ato vende ku janë, në atë nivel ku janë, dhe përdorin shpifje, përdorin akuza të paqëna, dhe kjo është për shumë e dhimbshme, duke ditur që unë i kam ndihmuar dhe kam bashkë vepruar me një pjesë të tyre, por sigurisht që populli nuk e han këtë, sepse populli di të vlerësoj dhe din kush jam unë. Unë veç në Strugë njihem në çfarëdo aspekti në investimet të ndryshme të cilët janë në të mirën e qytetit të Strugës, edhe pa qenë kryetari i komunës kam bërë shumë gjëra dhe do të vazhdoj të bëj edhe tutje. Dhe kjo që flasin ata, duke ditur që janë të pa orientuar, nuk kanë një timon, ka shumë timone në një koalicion të tillë i panatyrshëm, dhe besoj që kjo është një çrregullimi i oponentëve të mi, duke ditur edhe kundër kandidatin i cili vjen prej fushës mjekësisë, i cili për fat të keq nuk ka njohuri për këtë menaxhim të komunës dhe është për keqardhje që akoma vazhdojmë të mendojmë se politikanët duhet ta menaxhojnë komunën. Por, kur them politikanë, sigurisht ato që rrinë në prapavit të kandidatit, të cilët duan të grabisin gjithçka që ka ngrabitur 20 vite, dhe shpresoj që qytetarët kësaj radhe do t'i godasin me votë. Kur qytetarët thonë të gjithë janë njësoj, pse duhet të besojnë se ju jeni ndryshe? Sigurisht do t'i bindi me punën që kam bërë, me projekte që kam realizuar. Tani kam projekte shumë të rëndësishme të cilët qytetarët i dinë, dhe besoj që këto projekte do të bëjnë që të bindin ata. Normalisht që unë kam platformë prej 50 faqe, vazhdoj me ekipin tim edhe me seriozitetin tim të bind ata se kësaj radhe patjetër do të ndryshojë Struga, dhe në këtë drejtim
Pjesa dërmuese besoj nuk mendon kështu që janë të gjithë të njëjtë dhe është momenti i duhur dhe koha dhe hapësira është e përshtatshme për mua. Cilet janë 3 projektet kyçe dhe me prioritet për Strugën? Projekte janë të shumta, 3 kryesore, ka më shumë se 3, por që po them 3, është rruga Morovisht-Strugë, e cila është e domosdoshme, mandej kemi të bëjmë me parkinget në toksore dhe deponia e cila është një ndër problemet kryesore të komunës së Strugës. Ka edhe projekte tjera të cilet ka të bëjnë me arsimin, me sportin, me kulturën, të cilet janë të përgatitura dhe shpresoj që një pjesë e tyre e madhe dhe të realizohen dhe pjesa tjetër dhe të fillojë për të realizuar. Si e përfytyroni Strugën pas 4 vitesh, me sytë e një biznesmeni dhe jo të një politikani që kërkon vota? Jam i bindur se pas 4 viteve shumë qytetarë dhe të befasohen me ndryshimin e Strugës në aspektin e projekteve të cilet dhe të realizohen në parkingjet, në gjelbrim, në zbatimin e ligjit, në transparencën, në përgatitjen e plazheve të cilat dhe t'jenë edhe një pjesë e tyre publike, dhe t'jetë mandej në disa planet të cilat janë në fushën e ndërtimit ku kemi përfshi pjesën e fshatrave turistik, por pse jo edhe ndë një mega plan i cili dhe t'i habisim qytetarët që unë mbaj në fshehësi dhe shpresoj që më mirë kur ta realizojmë se sa të flasim para kohë. Dhe në fund, kush është Mendi Qyra? Përtej emrit, përtej posterit, përtej garës? Mendi Qyra në jetën e përditshme është një njeri modest, kam qef të ec vetë, pa truproje, pa përcjellje. Kam qef t'jem gjithmonë me njerëz të modest, thjesht dhe kjo është pjesa që unë jam në atë pjesën private. Kurse pjesa tjetër që si dukem, normalisht që gjithmonë mendoj, telefoni i hapur gjithmonë për secilin, komunikoj me secilin dhe për çdo hall ose nevojë, qofshin ka aspekti i biznesit apo hallet tjera humanitare, gjithmonë jam i kapshëm dhe i qasshëm për qytetarët.